Agjerimi në moshën e tretë. Në muajin e bekuar të Ramazanit, miliona besimtarë në mbarë botën përjetojnë një nga adhurimet më të bukura të Islamit, agjerimin. Nga agimi deri në perëndimin e diellit, muslimanët ndalojnë nga ushqimi, pija dhe gjërat që e prishin agjerimin, duke kërkuar kënaqësinë e Allahut dhe pastrimin e shpirtit. Por ndërsa Ramazani është një muaj që përfshin të gjithë besimtarët, lind një pyetje e rëndësishme. Si është gjendja e njerëzve në moshën e tretë? A është agjerimi detyrueshëm për ta? Dhe çfarë thot Islami për të moshuarit që nuk kanë më fuqinë e rinisë? Islami është një fe e mëshirës dhe lehtësimit. Allahu nuk e ngarkon njeriun për te mundësive të tij. Në Kur'an thuhet se Allahu dëshiron lehtësinë për njerëzit dhe nuk dëshiron vështirësi për ta. Ky parim i madh i fesë shfaqet qartë edhe në çështjen e agjerimit. Për një person që ka arritur moshën e tretë dhe është ende i fortë, i shëndetshëm dhe i aftë fizikisht, agjerimi mbetet obligim, ashtu si për çdo musliman tjetër të rritur. Nëse një i moshuar e ndjen veten mirë dhe nuk ka probleme serioze shëndetësore, atëherë agjerimi është një adhurim i vlefshëm dhe një mundësi e madhe për të fituar shpërblime të mëdha. Madje shpesh ndodh që shumë të moshuar e përjetojnë Ramazanin me një përkushtim edhe më të madh se në rininë e tyre. Ata kanë përvojë, qetësi shpirtërore dhe një lidhje më të thellë me adhurimin. Por Islami gjithashtu e njeh realitetin e trupit njerëzor. Me kalimin e viteve, forca fizike dobësohet, shfaqen sëmundje dhe organizmi nuk e përballon dot më lehtë urinë dhe etjen e gjatë. Nëse një person i moshuar arrin në një gjendje ku agjerimi i shkakton vështirësi të mëdha ose rrezik për shëndetin, atëherë ai nuk është më i detyruar të agjerojë. Në raste të tilla, Islami ofron një zgjidhje të drejtë dhe të mëshirshme. Nëse një i moshuar nuk ka mundësi të agjerojë për shkak të dobësisë së përhershme ose sëmundjeve kronike, ai nuk ka nevojë të kompensojë ditët më vonë. Në vend të kësaj, ai mund të jap fitje, që do të thotë të ushqenje të varfër për çdo ditë e Ramazanit që nuk mund të agjerojë. Kjo është një mënyrë që adhurimi të vazhdojë edhe kur trupi nuk ka më fuqinë e dikurshme. Megjithatë, shumë të moshuar pyesin, nëse ne agjerojmë, a marrim shpërblim më të madh? Përgjigjja është e qartë. Po, në Islam, çdo adhurim që kryhet me sinqeritet dhe vështirësi për hir të Allahut ka shpërblim të madh. Kur një i moshuar agjeron duke përballuar dobësinë e trupit dhe lodhjen e moshës, shpërblimi i tij tek Allahu mund të jetë edhe më i madh, sepse Allahu sheh përpjekjen, qëllimin dhe sinqeritetin e zemrës. Megjithatë, është shumë e rëndësishme që të moshuarit të mos e dëmtojnë veten duke u përpjekur të agjerojnë kur kjo i rrezikon. Islami nuk kërkon sakrificë që dëmton shëndetin. Nëse një mjek i besueshëm këshillon që agjerimi mund të jetë i rrezikshëm, atëherë është më mirë të zgjidhet rruga e lehtësimit që Islami ka lejuar. Në Ramazan, edhe nëse një i moshuar nuk agjeron, ai mund të jetë pjesë e këtij muaji të madh përmes shumë adhurimeve të tjera, duke bërë lutje, duke lexuar Kur'an, duke dhënë sadaka dhe duke kujtuar Allahun. Ramazani nuk është vetëm uri dhe etje. Ai është një muaj mëshirës, faljes dhe afrimit me Zotin. Në fund, mesazhi i Islamit për njerëzit e moshës së tretë është i bukur dhe i qartë. Allahu e njeh dobësinë e trupit, por e shpërblen fort për kushtimin e zemrës. Ata që agjerojnë me mundim, fitojnë shpërblim të madh. Ata që nuk mund të agjerojnë, por japin fidje dhe e kujtojnë Allahun, gjithashtu marrin shpërblim. Sepse në Islam, ajo që ka më shumë vlerë nuk është vetëm forca e trupit, por sinqeriteti i zemrës dhe lidhja me krijuesin. Dhe kështu, edhe në vitet e pleqërisë, Ramazani mbetet një dritë shprese, një kohë mëshire dhe një mundësi për t'u afruar më shumë me Allahun.